parashtrohet pyetja se a do të ekzistojnë Emiratet si shtet, besoj që e gjithë harta gjeografike e lindjes së mesme do të ndryshoj, po më e rëndësi flasi për veten time, është që të vihet në pikë pyetje shteti Izraelit. Unë besoj që Izraeli e ka humbur të drejtën për të qenë një shtet, me vrasjen e 10 mijërave fëmijëve në Gaza, dhe edhe nëse marrim parimet e së drejtës apo parimet e drejtës dhe ligjit ndërkombëtar, statutit të OKB-s, një shtet mund ta humbë të drejtën e të qenurit shtet nëse kryen gjenocid, dhe përderisa Izraeli ka kryer gjenocid, unë dëshiroj që të shoh përfundimin e shtetit të Izraelit në përfundim të kësaj lufte. Qartë. Zototi, nga ana tjetër, kontrolli mbi një nga rrugët më të rëndësishme pra të naftës dhe botës, mendoni se po përdoret tashmë si një armë presioni dhe a është kjo goditja më fort energjetike që mund të bëhet ekonomisë globale sot që ne flasim? Po çështja e naftës është e lidhur, besoj unë, ngushtë me mentalitetin e presidentit Trump. Ne duhet pak ta shiqojmë historinë e tij. Gjatë mandatit të parë, kur u zgjedh president në vitin 2016, pra para 10 viteve, ministri i punëve të jashtme i SBA-s u zgjedh drejtori kompanisë më të madhe të naftës të Amerikës, që është ExxonMobil. Pra edhe pse ai drejtor nuk ishte politikan apo nuk ishte qasje të merrej me politik, me vetë ftesën e presidentit Erdogan, ai e pranon atë detyrë, që do të thotë se Trumpi i jep shumë rëndësi çështjes së energjisë, për shkak se edhe na kujtohet që gjatë kohës së Trumpit Amerika u shndërrua në eksporter që ta eksportojnë naftën dhe u shndërrua prodhues më i madh i naftës në botë, që para atij nuk ishte, për shkak se Amerika e importonte naftën. Pra qëllimi i Trumpit është që ta shndërrojë Amerikën në qendër energjetike, sidomos për naftën dhe gazin dhe shitjen e gazit dhe naftës. Dhe neve na kujtohet që gjatë mandatit të parë Trumpi e kritikonte Evropën dhe NATO-n pse marrin shtetet e Evropës në gaz nga Rusia, për shkak se atë gaz e prodhon Amerika dhe ata duhet të paguajnë edhe pse është më i shtrenjtë gazi nga Amerika. Ai insistonte që këtë ta blejnë prej Amerikës. Ai ka këtë mendim për shkak se kompanitë e naftës janë edhe sponsorizues të mëdhej të kampanjës së tij apo të kandidimit të tij si president, po edhe është ajo në mentaliteti vjetër i tij se kush e ka naftën apo burimet e naftës e kontrollon ekonominë botërore, mirëpo kuptohet që ky është mentalitet i vjetruar. Dhe ai mendon në një farë mënyrë nëse mund të arrijë që ta izoloj Kinën, që të marrë naftë si prej Rusie apo edhe prej Gjirit Persik, do të dëpsohet rritja ekonomike e Kinës, të cilën ekonomi e sheh si konkurrencë të ekonomisë amerikane. Mirëpo gjërat kanë ndryshuar për shkak se Kina zhvillua shumë, ka investuar shumë në burime energjetike, si ato nukleare, si solare, si nëpërmjet erës, dhe ka marrëveshje me Rusinë që gazi prej Rusie nëpërmjet tubacioneve të vinë në Kinë, po ashtu ka marrëveshje Kina edhe me Turkmenistanin, që gazi Turkmenistanit të shkojnë në Kinë, po edhe nëpërmjet Iranit mund të lidhet me gazin e Iranit, qoftë prej Turkmenistani, ka një projekt po ashtu që prej Pakistani të kalone nëpërmjet tubacionit nafta dhe gazi iranian në Kinë, po ashtu edhe nëpërmjet rrugëve të trenit, pra nëpërmjet cisternave të trenit, nëpërmjet rrugës hekurudhore të kalone nafta Iranit në Kinë. Pra kush e di çka të bëj Trumpi, nuk mund ta izoloj Kinën që mos ketë burime të naftës, po ashtu nuk mund ta izoloj Iranin që ta shese naftën, për shkak se Irani ka edhe tubacione edhe me Turqinë, pra mund të shese edhe në Turqi dhe ka rrugë të tjera toksore, edhe në Armeni e shet
naftën prej Armenia, mund të lidhet edhe me shtetet tjera, mund të lidhet edhe me Azerbejxhanin, gazi Azerbejxhanit, si që dim, ne kalon edhe në për Shqipëri, dhe e furnizon edhe ekonominë e Italisë dhe disa pjesë të tjera të Evropës. Pra, të gjitha ata kalkulime që i bën Trump, në fund do të dështojnë dhe kuptohet që do të pësoj ekonomia e SBA-s dhe kuptohet prestizhin ndërkombëtar i Amerikës është rrëzuar për toke dhe tani e shiqen Amerikën si një shtet që merret me pirateri ndërkombëtare, pra përpiqet që të ndalë cisternat të Venezuelës, e blokon Kubën, i blokon cisternat e anijeve të Iranit, po ashtu kemi lajme që edhe cisternat anije të Rusisë përpiqen që t'i ndërpresin në rrugët ndërkombëtare detare, pra shiqen që ka dalë nga kontrolli qeveria amerikane dhe si përfundim do të pësoj nga sanksionet ndërkombëtare dhe do të shiqem izolimin e SBA-s në një kohë të shkurtër. Qartë. Zotë nga ana tjetër duket se ka pasur dhe një mesazh për lajmërimi nga Mojtaba Khamenei, pra nuk e dim se sa e vërtetë është, pasi nuk ka një dalje publike të tij ku flitet për fitore dhe rezistencë për në të gjithë kulmin e këtyre tensioneve mes të dy vendeve. Si e keni parë dhe nga ana tjetër dhe retorikën e shprehur për armiqtë të brendshëm dhe separatistë, e cila tregon se ka edhe tensione brenda vetë Iranit? Po besoj që brenda kësaj periudhe të shkurtër të armëpushimit, Irani është përqendruar në separatistët e mundshëm apo tradhtarët e mundshëm brenda territorit të Iranit dhe besoj që policia e Iranit ka pas suksese në këtë pikë, për shkak se shiqem që në këta 2 muaj nuk kishte as pak rezistencë brenda Iranit, edhe pse e dim edhe atë nga fjalët e presidentit Trump që Amerika ka dërguar shumë armatime në Iran, sidomos në përmjet separatistëve kurd, po shiqen që këta nuk kanë sukses dhe kjo është merit e policisë iraniane dhe shërbimeve sekrete iraniane, po jo vetëm atë, unë besoj që në këtë pikë i ka ndihmuar Turqia shumë, për shkak se ata përpiqen nëpërmjet PKK-s, që është organizatë terroriste e kurdëve dhe që ka degët e saj si në Siri, si në Irakun verior, po ashtu edhe në Iran, dhe kuptohet bazën e kam patur në Turqi, përpiqen që ti mobilizojnë këta separatistë dhe terroristë kurd, që nuk përfshin popullin kurd këtu, po i përfshin ata kurd që janë të indoktrinuar me ideologjinë e Izraelit, që izraelitët dhe kurdët janë popull të afërt dhe në planin e zgjerimit të Izraelit, kurdët do të jenë bashkëpunëtorët ushtarak të Izraelit dhe do të formojnë një Kurdistan të madh, që në bashkëpunim me Izraelin e madh do të thyen qendresën e shteteve muslimane në atë rajon. Është kjo plan veç i dështuar dhe kuptohet që Turqia ka meritën më të madhe që e pamundësoj realizimin e planit të Izraelit dhe të indoktrinuarit me ideologji sioniste kurde dhe kuptohet që besoj që do të përpiqen ata të bëjnë një invazion toksor brenda territorit të Iranit. Dhe po kuptohet që do të dështoj ajo dhe është përpjekje fundit e qeverisë amerikane që të arrijë ndonjë sukses në Iran, për shkak se vetë presidenti Trump don të tërhiqet nga kjo luftë, për shkak se është i vetëdijshëm që nuk ka kapacitete ushtria amerikane që të luftojë kundër Iranit, por ai don të ketë ndonjë fitore simbolike dhe asesi që ta gjejë atë fitore simbolike që të tërhiqet. Tani besoj qëndrimin tim e dini që unë nuk kam besim në qeverinë e Iranit, po Mujtaba Khamenei nuk ka dalë as pak ndonjë deklaratë të jape, apo zërin e tij nuk e kemi dëgjuar, ka mundësi që të jetë i plagosur, po ka mundësi që edhe mbrohet nga tradhtia e qeverisë dhe njerëzve përreth tij, për shkak se në Iran tani asnjë institucion nuk ka besim të institucionet tjera, për shkak se është duke u bërë një luftë
qytetare e mbrëmshme për pushtet, me bashkëpunëtorët amerikanë dhe izraelit që janë brenda teritorit të Izraelit, dhe tani pata mundësinë që ta dëgjoj komunikimin në mes anijeve në ngushticën e Korfuzit, ku garda revolucionare ju thot anijeve nëpërmjet radios që Hormuzi është i mbyllur dhe Hormuzi do të hapet atëherës me urdhër të Imam Hamanei. Dhe jo kur ndonjë idiot nëpërmjet tweetit do të hape. Tani unë besoj që kjo nuk është një mesazh kundër Trumpit, i cili tha që është hapur ngushtica e Hormuzit, po besoj që është një përgjigje kundër ministrit të jashtëm të Iranit, i cili në tweetin e tij në X tha që ngushtica e Hormuzit është e hapur. Dhe kjo ishte një kundër përgjigje e gardës revolucionare, të cilat i sulmuan disa anije me naftë të Indis, dhe ju tha që vetëm Imam Hamanei, kur do të thotë është liruar ngushtica e Hormuzit, atëherës do të mund të kaloni, dhe besoj që ka një krizë në qeverinë iraniane, dhe prandaj edhe udhëheqësi i negociatave në Pakistan nuk ishte më ministri i punëve të jashtme, po ishte kryetari i parlamentit. Kjo është një, për mendimin tim, një potestë i mirë i pushtetit të Iranit, që t'ja marrin kompetencat ministrit të punëve të jashtëm, për shkak se unë nuk kam as pak besim te aftësitë e tij dhe qëllimet e tij, për shkak se ai tenton të arrijë një marrëveshje me SHBA-n, që Irani të bëhet pjesë e ndikimit të perëndimit. Qëndrimi im është që kjo luftë duhet të vazhdojë, dhe ashtu sikur pati sukses Hezbollahu kundër ushtrisë toksore izraelite, duke ja shkatruar qindra tanke dhe qindra ushtar të vrarë, besoj që kjo luftë ka nevojë të zgjarohet dhe përfundimisht të arrijë Irani një fitore së bashku me shtetet tjera islame dhe ta çlirojnë lindjen e mesme nga ndikimi sionist. E qartë. Mirë, të dhauti për të mbyllur, ndërkaq për te mendimin tuaj personal, pra mbi gjithë këto presione maksimale dhe sigurisht dhe koha e kufizuar për negociata midis të dyja vendeve, mendoni se një takim tjetër do të sjellë një marrëveshje mes të dyja vendeve, apo nga ana tjetër do të kemi sërish një përshkallëzim të ri?